vjen me një tjetër libër. Unë mendova që i do ishte Andrushi 2, po u surprizova kur pash ditarin e astronautit të vogël. Çfarë është ky astronauti? Shqiptar është? Po, atëherë personazhet janë shqiptar, sigurisht janë 3 personazh pjesë të librit. Në fakt sa i përket karakterit të personazheve, jam adresuar në personazhe real që janë të 3 nipat e mi. Mi lumturuar që libri është përqafuar nga vogëlushët e vegjël, por jo vetëm edhe nga të rriturit. Pra është një libër që nuk ka një kufizim moshe, mjafton po themi që të ketë atë dëshirën për të lexuar dhe për të mësuar më tepër rreth shkencës dhe universit, dhe një i rritur mund ta marrë dhe mund ta shfletojë dhe mund të zhytet në këtë universin e pafundëm. Sa i përket pjesës së librit, ajo që është më tepër, domethënë që kam treguar dhe vëmendje të shtuar, është pjesa që përveç se është argëtues, ka dhe shumë koncepte bazike sa i përket botës së fizikës edhe shkencës. Duke qenë se është një libër për klasat e 6-a, të 7-a dhe më sipër, kam treguar vëmendje që ato koncepte që ato i marrin në shkollë, ti sjell në këtë libër por në një formë më të thjeshtuar dhe po themi duke u shtytur në atë fantazinë, por duke e kuptuar pak edhe më ndryshe, duke lidhur gjithmonë dhe me gjëra që ne i shohim edhe në përditshmërinë tonë. Flori, na lexo një paragraf të lutem. Çfarë të duash ti? Se shpesh ma bëjmë pyetjen që cili paragraf është më i bukur dhe më i veçantë. Në fakt për një shkrimtar nuk ka një paragraf e vërtetë, është i gjithë libri. Vetëm këtë duash ti. Po, atëherë do doja shumë këtë paragraf të cilën unë e kam vendosur dhe në kopertinën e librit. I dashur ditar, në mbrëmje, ndërsa po përgatitesha për gjumë, po mendoja për gjithçka që ndodhi. Në tokë, kur mësojmë për fizikën, duket sikur janë vetëm formula. Por këtu, në hapësirë, çdo formulë është ndjenjë, shtytje, forcë, barazpesh dhe shpresë. Është një mënyrë tjetër për të thënë mos u dorëzo. Vrojtova jashtë dritares, në distancë një dritë e zbet po pulsonte. Ndoshta një planet, ndoshta ëndra ime që pret.